Të nderuar koleg, rasti që po ju paraqes sot ka të bëjë me një grua 40 vjeçare e cila erdhi në klinikën tonë për shkak të dhimbjeve në rajonin epigastrik dhe në hipokondrinë të gjatë. Ajo nuk kishte kryer kurrë një ekografi të barkut, e cila i ishte kërkuar nga mjeku gastroenterolog dhe tani po ju tregoj imazhet. Le të fillojmë menjëherë me vlerësimin e rajonit të mesëm me aortën, trungun celiak me arterien mezenterike dhe rajonin e pankreasit, ku shohim në pjesën e djathtë të imazhit procesin uncinat, kokën dhe trupin. Në nivelin e trupit vëret në strukturë anekoike tubulare, e cila nuk shfaq sinjal në integrimin me Doppler me ngjyra, që përfaqëson kanalin kryesor pankreatik, i cili tregon kalibër brenda normave, i vizualizueshëm sepse pacientja kishte pak përfaqësim të indit vjamor nën lëkuror. Në nivelin e kokës, u arrit gjithashtu të vëzhgohej rruga kryesore biliare, e cila nuk rezulton e dilatuar. Unë personalisht vlerësoj gjithmonë rajonin e vijës së mesme, pra pankreasin, aortën dhe pastaj shkoj në legen, ku shohim fshikëzën e cila është pak e distenduar dhe mitrën, ku është i pranishëm një lejomiom kalcifikuese, e raportuar si e njohur nga pacientja. Shikëzën shohim se është vështirë e vlerësuesme, pasi është vërtet pak e distenduar. Në vlerësimin e organeve parenqimatoze të majta, vëzhgojmë shpretkën, ku është e rëndësishme të vlerësohet diametri interpolar, i cili është normal prej 11 cm, dhe veshkën e majt, e cila paraqet një diferencim kortikomedular të rregullt, një diametër interpolar të rregullt dhe një trashësi parenqimale të rregullt, një diametër interpolar të rregullt dhe një trashësi parenqimale të rregullt. Nuk vërej informacione litjazike, nuk vlerësohet hidronefroza. Duke i vlerësuar rajonin e djathtë, pra atë me interes klinik, bie menjëherë në sy se fshikëza e tëmthith është e mbushur plotësisht me material litjazik, me një sasi llumi që shohim në pjesën e varur dhe me shumë konkrecione mikrolitjazike, të cilat rezultojnë të bashkuara me njëra tjetrën. Është e rëndësishme të vlerësohet trashësia mesatare parietale, e cila rezulton të jetë 3 mm, pra në kufijtë e sipërm të normales, sepse nga 3 mm e lartë flitet për mure të trasha. Këtu shohim rajonin e hillusit hepatik, atë të formacionit portal dhe rrugët biliare, të cilat nuk rezultojnë të dilatuara. Gjithashtu, vazhdojmë të vlerësojmë organet parenqimatoze të djathta dhe gjithashtu veshkën e djathtë, e cila gjithashtu paraqet diferencim kortikomedular të rregullt për masa brenda normës dhe trashësi parenqimalale të ruajtur. Edhe këtu nuk u vërej hidronefrozë. Më pas, kthehemi për të vlerësuar kolecistën. Pra, mund t'i matim të gjithë këta mikrolidh që janë, të bashkuar mes tyre, të cilët paraqesin për masa mesatare prej 7 mm, dhe kolecista nuk është e mbizgjeruar. Për mbizgjerimin e kolecistës flitet për një diametër kraniokaudal prej 10 cm dhe tërthor prej 4 cm, dhe ky nuk ishte rasti. Dhe e gjithë kjo masë litjazike kishte një diametër të përgjithshëm prej rreth 6 cm dhe shtrihej nga rajoni i infundibulit, të cilin e shohim në pjesën e majtë të imazhit, deri në fund. Këtu, me Dopplerin, në ndihmon të dallojmë se cilat janë rrugët biliare dhe çfarë është vena porta dhe arteria hepatike. Vena porta dhe arteria hepatike paraqesin kalibër dhe përshkueshmëri të rregullt, dhe rrugët biliare në hillus, të cilat, nëse dikush e ka të vështirë, mund të përdor Dopplerin, nuk ishin të dilatuara. Mëlçia nuk paraqiste lezione. Në imazhet e fshikëzës së tëmthit nuk u vërejt lëng perikolecistik. Prandaj, më pas bisedua me pacienten, ajo u dërgua për vlerësim kirurgjik dhe më tregoi se më pas kishte kryer një kolecistektomi, edhe sepse gjatë ekzaminimit ekografik, shenja e mërfit ekografike rezultoi pozitive. Kështu që kolegu kirurg e konsideroi të nevojshëm një ndërhyrje kolecistektomie dhe pacientja është mirë tani. Faleminderit për vëmendjen.